Me sa duket, ajo nuk po di të ndalet. E kemi fjallën për finalistën e shtëpisë më të famshme në Shqipëri këtë edicion Egli Takon. Së fundmi, ajo ka tërhequr përsëri vëmendjen me një paraqitje të jetë ndryshe dhe na duhet të themi plot stil. E veshur me çizme të arta, xhinse të shkurtër dhe një crop top të verdh, Egli ka pozuar para një pompe karburanti, duke sjellë një pamje me stil go girl moderne, që nuk kaloi pa u komentuar nga ndjekësit e saj. Me flokët e gjata dhe kapelën karakteristike, ajo ka përçuar vetbesim dhe origjinalitet, ndërsa fotot kanë marrë menjëherë vëmendjen e rrjeteve sociale. Egli Taku di gjithmonë se të jetë në qendër të vëmendjes dhe këtë herë ka befasuar me një stil që e dallon totalisht nga të tjerat. Na do t'ju themi se ajo është në përgatitje të projekteve të saj muzikore dhe një prej tyre e ka zbuluar duke treguar se do të vijë me një bashkëpunim me këngëtarin Sergio dhe fancat këtë këngë mezi po e presin. Nga ana tjetër na duhet t'ju kujtojmë se lidhja e saj me Gjestin mbetet akoma e fshehtë. A janë apo jo bashk, e dim vetëm ata. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.